Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Receta magjike. Merrni një gjethe dafine dhe i thoni lam të mirë sëmundjeve tuaja. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin e të gjithë organizmit. Gjethet e dafinës janë fantastike në vlerat çuditëbërëse që ofrojnë për shëndetin e mirë të gjithë organizmit, që në lashtësi dhe deri në ditët e sotme, recetat shëruese me përbërës kryesor xhelin aloe verës janë cilësuar gjithashtu si një nga produktet më të mira ushqyese në dobi të organizmit tuaj. Në këtë video, sipas health.com, do të ofroj të gjitha përdorimet fantastike që do të merrni nga përdorimi i gjethteve të dafinës për shëndetin dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Gjethet e dafinës janë një element pozitiv i shëndetit tuaj edhe në betejën kundër problemeve të pankreasit. Pankreasi është një organ i vogël që radhë herë vjen ndërmend, por pankreasi ka dy funksione bazike. Ky organ prodhon insulin për të kontrolluar nivelet e sheqerit dhe enzimat për tretjen e yndyrnave dhe proteinës. Lëngut që prodhohet nga pankreasi neutralizon acidin në stomak dhe gjithashtu mund të përmirësojë edhe sistemin tuaj tretës. Ndaj edhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të mira ushqyese. Nëse pankreasi del jashtë funksionit, organizmi nuk përthit dot substancat më të mira nga ushqimet. Në këtë video do të tregojmë disa hapa të thjeshtë se si të përdorni recetat me dafin për të lehtësuar problemet e pankreasit për të promovuar kështu shëndetin e mirë të tij. Receta me gjethe dafine do të kthehet një aleat të fortë të organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Për përgatitjen e kësaj recete do ju duhen 3 deri në 4 lugë gjethe me dafinë të grimcuar, gjithashtu 3 lugë gjethe me lëkura portokalli të grimcuara. Gjethet dhe lëkurat mund t'i përdorni të thata ose të freskëta. Vlerat që do t'i japin do t'i kthejnë ato në një aleat të fortë të organizmit. Zjejeni më parë në njeje në 3 filxhan çaji me ujë sapo të vlojë, hiqeni nga zjarri. Më pas shtoni gjethet e grimcuara të dafinës dhe lëkurave të portokallit në ujin e vluar dhe vendosni një kapak ose një pjatë sipër dhe e lini të pushojë për mbi 15 minuta të tjera. Më pas, lëngu që përfitohet kullohet sipas dëshirës, mund ta ëmbëlsoni ose jo me mjaltë. Gjithashtu vlerat që do t'i jap organizmit tuaj do ta kthejnë atë në një aleat të çmuar kundër këtyre komplikacioneve. Gjethet e dafinës janë një aleat i çmuar i sistemit tuaj tretës. Gjethet e dafinës kanë impakte të forta në sistemin tretës si diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë gjithashtu ndaj helmimeve tuaja ushqimore. Ndaj edhe ekspertët e këshillojnë në përdorimin e saj. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton që të lyeni kraharorin dhe kështu do të lehtësoni problemet tuaja të frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet edhe grave shtatzana në mënyrë që të mos kenë efekte negative në shëndetin e tyre. Dafina është një produkt shumë i mirë edhe për shëndetin e zemrës dhe mund t'jap rezultate të mira në këtë drejtim. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin atyre edhe një zgjidhje shumë të mirë për shëndetin e gjakut dhe qarkullimin më të mirë të tij, çka do të sjellë rezultate pozitive për shëndetin e zemrës. Dafina është një produkt shumë i mirë edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në trup. Gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit dhe uljen e rrezikut të diabetit, por gjithmonë përpara përdorimit të tyre konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar çdo dëmtim të mundshëm të organizmit dhe çdo efekt negativ të tyre. Gjethet e dafinës janë një produkt shumë i mirë edhe për sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë impakte të forta në sistemin tretës si diuretike, që ulin nivelin e toksinave në trup dhe gjithashtu mund t'i japin rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit, citojnë ekspertët. Përmbajtja organike e gjethteve të dafinës ndihmon në tretje dhe qetëson stomakun e trazuar dhe zorrët. Dafina është një element shumë i mirë ushqyes edhe për sistemin tuaj të frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe ndihmon gjithashtu kundër problemeve tuaja të frymëmarrjes. Rezultate pozitive jep edhe në balancimin e këtyre komplikacioneve.
Dafina është një produkt shumë i mirë që përmirëson edhe shëndetin e flokëve. Nëse do të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë duhet të përdorni gjethet e dafinës. I lagni ato me ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Gjethet e dafinës kanë efekte të mira anti-inflamatore në organizëm. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe do të reduktojnë inflamacionin në organizëm dhe do të japin gjithashtu rezultate më të mira ushqyese në këtë drejtim. Ndaj sigurohuni që t'i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja për të patur rezultate fantastike për flokët tuaj. Gjethet e dafinës kanë efekte të mira anti-inflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur që reduktojnë irritimet të zonave të caktuara, sidomos nëse jeni prekur nga artriti. Dafina është një element pozitiv për shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy element që japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Gjithashtu, dafina është e mirë kundër ankthit dhe problemeve të stresit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linalol, një element që ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj, një gjethe e dafinës ndihmon në qetësimin e momenteve tuaja stresuese, kur ankthi është tepër i lartë. Gjethet e dafinës kanë në lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit, dhe konsumi i tyre mund të jetë një përbërës plus për ndihmën e shëndetit dhe gjithashtu në balancimin e këtyre shqetësimeve. Ekspertët e cilësojnë gjethen e dafinës si një zgjidhje anti-inflamatore e cila në përdorime të rregullta mund të japë rezultate të shkëlqyera në këtë shëndet. Gjithashtu, gjethet e dafinës janë një nga bimët më të pasura me vitamina dhe minerale në mbrojtjen e organizmit. Ajo është mjaft e dobishme për shëndetin e organizmit dhe ofron lehtësim nga shumë probleme, sidomos ato që prekin rrugët e frymëmarrjes. Nëse ju vuani nga këto probleme, në këtë video do të mësoni disa receta lehtësuese të dafinës që mund të përmirësojnë imunitetin tuaj dhe të lehtësojnë simptomat nga të cilat po vuani. Receta me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugët e frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë zgjerrjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbani fytyrën pranë enës. Merrni frymëthell duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Ju mund të përdorni shurupin në shtëpi nga dafina. Dafina përbën një mënyrë efikase për lehtësimin e shqetësimeve të kollës. Kundër kollës mund të përdorni një përbërës shtesë. Në një tenxhere ose çajnik ulëzohet të hidhni 2 gota me ujë dhe më pas të shtoni 6 gjethe dafine. Pasi t'i keni zirë për 15 minuta, kulloni lëngun dhe lini të ftohet. Lëngun e hidhni në një tas qelçi, shtoni 6 lugë gjedhe me sheqer kaf dhe lëngun e një limoni. Përzieni mirë përbërjen përsëri derisa të merrni një trajt të mirë. E mbani në frigorifer dhe e ruani deri në 6 ditë dhe rezultatet që do t'i japin organizmit tuaj do ta kthejnë në një nga lëndët më të dobishme ushqyese. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe kompresat me gjethet e dafinës. Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronchitit, me to ju mund të bëni kompresa të mira lehtësuese. Në një tenxhere të vogël, hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të kenë marrë val, shtoni gjithashtu 3 gjethe të dafinës. Fikeni sopën për pak minuta, në tenxhere hidhni një nap në të cilën mund ta përdorni si kompres dhe ta mbani në krahëror për të lehtësuar shqetësimet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.